Do më thonë që ka qenë më e madhe se kapaciteti tyre. Atëhere, mund të kërkosh. Ka një, kur thonë përmbytje, për mua ka dy kuptime. Ajo që shohim ne, e themi përmbytje vulgare, që e bën mu, nuk më dinë thaj, shifet. Po është një përmbytje tjetër që nuk shifet, po bujku e njef. Ato kanalet kulluse, janë të thella në tokë, dhe kanë një, kur mbushe me ujë, ka një tolerancë, deri në sipërfaqe të tokës. Kjo tolerancë, kjo rezervë, për rasti normal, llogaritës, nuk lejon kanale që të ikin niveli më lartë të tëtë. Pse? Po të ngjitet më lartë, rrit nivelin e ujrave nën toksore, po rriti nivelin e ujrave nën toksore dëmton rrejnë të bimbe. Tashi, kur vjen vera, s'ka reshi, që kështu dhe kanalet kulluse janë në qikë, dhe që, po bimë duan ujë, niveli e ujrave nën toksore po, bëhet ujitja. Ajo rrit nivelin që ta marri bima. Ka pasur Shqipëria dikur një plan, si funksionon të plani i përgatitjes për dimërin, do me thënë? Po. Si ishte? Njëherë, për këto që janë ndërtorë, që ishin ndërtorë, dhe fillon funksionimi, ka pas një rregull. Tëra kanalet ujtëse, kulluse, gjitha llojet e kanaleve, që e qojnë, e qojnë ujtë e hidrovore, po e qojnë ujtë det direkt, se ka tilla kështu. Këta do të ishin nga të shpit, po digat e rezervuar, se bujësia ka 650 diga. Digat e rezervuar të bujësisë do të ishin nga dëshmërim 1 tetor. Në 1 tetor? 1 tetor. Bëj kontroll? Kullusët do të ishin 1 tetor, hidrovorët 1 tetor do të ishin zizë. Ai që kishe neglizhuar për këta punë, do hante në një dajak. Po themi. E fusin burg? Qa i bën? Jo, burg, jo. Burg më të fute, po ty në kategorinë e sabotimit. Po të fute që nga ana penale. Në sabotimit. Po ka që po sabotoj tani, pa burgje për këta. Unë nuk e di të më thënë, qa sabotimi madhi është bërë Shqipëris, është e habitshme, jashtëzakonshme. Është habitshme dhe më habitshme akoma është që jo vetëm që s'flasim, po i kemi jemi bërë gjithë populli ushtar dikur, tani gjithë populli gazetar, vetëm kritikojmë, gjithë kështu të kënaqur edhe mbaron pastaj harojmë, fillon problemi i radhës. Nuk e di. Do duaj që pavarësisht nevojave që kemi për mirëqenien personale, të kuptojmë që ky është i vetmi adhej që kemi. Nuk ka një adhej të dytë. Po të japim gjithë nga një dorë, nga një mendje, po të arim të kuptojmë që çfarë ishte bëhej dhe mund të arim bëjmë, çfarë mund të rikthejmë, çfarë bëjnë bota që ne s'po e bëjmë dot, ne edhe mund të shpëtojmë. Përndryshe ka një rrezik të madh. Kisha qef ta prekëm në Lezhën. Patjetër, me shumë kënaqësi. Lezhë nuk u përmbytej. Lezhë qyteti nuk përmbytej. Edhe po me kohën e re përmbytet. Është ajo zona fushore e Lezhës aty, po shumë dhe Lezhë ajo mbytet gjithmonë, rajnë pikë që ajo mbytet. Më tregon televizorit thotë që hyn deri në pallatet e ku diun gjë kështu. Nuk mbytej. Pse nuk mbytej? Edhe kjo. Rreth të Kodrës, shkëm nga spitali, që nga Manatia, afër që qëndje, kalonte në rreth aty, kalonte një kanal që mblidhte ujrat e Kodrës, malit. Dhe i derte jashtë kësaj, derte ose në Drinë Lezhë ose në kanal, ose proj Manatis. Po, tashti, me këto, si kudo dhe lezhantë e bën këtë punë. E prishën, e ke ujnë aty, se u shtua dhe ndërtimet lartë. Kanali janë shumë të thjeshta. Po. U prish kanali, u ndërtua, do mbytet. Mbaroj, nuk e di për çfarë pyesën. Ajo prap zgjidhje, po e zgjidhje tash me kosto. Po tani çfarë do bëjmë? Do prisim ndërtimet, hapim kanalin? Me atë gjendje, unë kam në mend zgjidhje. Po skepse më thua mua, normal. Jo, kanë zgjidhje, por esenca është kjo, që ujët e malit nuk duhet futen në qytet. Kjo është e rëndësishmja.
është e rëndësishme. Edhe ati në qoftë se kanë, në gjatë kohës ati, të ajo pjesa që mbytet, veri një stacion pompash. Po, veri aty, pompën. Ke parasysh që të manastirin e Kolkondasit, në Libofsh, manastir Kolkondas, është vjetër, a i ashtu dhe është sistemin e drejimit, largë një kanë bërun. Pa t'je vura një pompë automatike, e lumi seman, Nuk e përmbyt semani? Ka zjedhje. Valjera në Durrës. Veliera, është turpi mas. Pse mbyt ajo Veliera? Është turpi mas të mbytet ajo. Po bërë në qytet, gjithë e rezervor, Po pse mbyt semani? ka zjedhje tjera. Aty, ajo s'ka ku ikën. Do me thënë ndërtu gabim? Është gabim ajo ti, se nuk e kanë zgjidhur ujnë, duhet të kishë zgjidhur ujnë ata, da mbajnë ashtë ujnë. Pa ty të pakën të kishë vend një pompë automatike, ta marri, ta nxeri, ta paktën. Si kanë bërë këtë gjëra? Po ka zgjidhje të tjera, pa gjëra të tilla. Ajo për të tregor bukuri më ta tregoj edhe në formë tjetër. Jo kështu siç u bë. Duhet çik këtu. Duhet pak mend, jo vetëm xhepa. Duhet çika. Ti marrim të gjitha. Ku do i çoni more, ku do i çoni gjithë to para, ku do i çoni? Ja një njeri me nder dhe me emër të mirë. Ja një njeri me nder dhe me emër të mirë. Duhet edhe kështu. Duhet edhe zemër, përveç të tjerë. Zemër, nuk ka kështu, s'mjafton. Edhe se teknika ose njerëz që zotrojnë teknikën e këtu, se projektusët janë elitë. Nuk janë njerëz ndo si do. Elitë. Si që janë aviatorët, janë elitë. Për një aviator bët nami, po të ashtu, qënë Skodra e kështu, ta shpëtojnë e ta ashtu. Edhe projektusi është elitë. Nuk projektojnë do të tërë. Se e dalë nga dalë bët, a i bët. Edhe, po e duhet të shfryzuar. Po, shfryzuar, këta e shfryzuar politika. Politika po tjetë e drejtë. Elit, ngatrimi i termit elit dhe ngatrimi elitave në këtë vend, solli dhe ditën ku jemi, a mund të shpëtojmë? Po, por unë nuk e vazhdoj do të si të shpëtojmë, se ata që e dinë si të shpëtojnë, janë ata që unë ftoj. Ata nuk flasin në televizion si shpëtohet. Elitat nuk flasin në televizion si shpëtohet. Ata ngren probleme, kritikojnë, japin një dorë, por në vendin e dur. Kështu që uroj që ministri i ardhshëm i bujqësisë, apo ky që është, nuk e di, ministri që do zënës me Ballukun, apo vetë Balluku mbase ndryshon mendje, mbase nuk e di, i hapet mendja tani mbas këtyre problemeve, fillon e fton njerëz të cilët duan ta bëjnë këtë vend. Përndryshe, le t'i lëshojnë vendin atyre që duan. Nuk di. Realisht ka diçka të madhe dhe shumë të madhe në këtë vend që i dituri nuk dëgjohet më, duke menduar që me para zgjidh gjithçka. Asgjë nuk zgjidh me para. Jo dot. Apo e kam gabim unë, me para i zgjidh të gjitha. Dhe unë e fuskot. Si është? Ne jemi qikë si me të vjetrën. Me të vjetrën. Si është e vjetrën? Të bëjmë punën njerë, pas nuk bëjmë, edhe kur bëjmë, nuk bëjmë llogarire kështu të tjë. Bëjmë punën dhe dhe më kuptimin e pazarit me fill nuk e bëj. Kemi tjetër ashtu të dhënë. Unë nuk kënaqa shumë në këtë bisedë me ju. Faleminderit që erdhët. Po, veçanërisht edhe unë. Faleminderit shumë që erdhët. Kam kënaqësi shumë të madhe të më që pata kontakt me ty dhe kështu se unë të kam parë. Po, në ekranet kam parë aty. Në ekran. Ja, u pam këtu. Në celular. Në celular. Më ke parë në celular. E po tani në celular jemi ne. Ca gjëra janë updetuar, janë ndryshuar, ne jemi në celular. Zotria që është elit e këtij vendi është në shtëpi, askush nuk e merr telefonin të thotë çfarë të bëj, ose i merr mendjen dhe pastaj tenderin ja jep vetes vet për të bërë ku diun se ç'bëjnë këta. Të mbledhim mendjen, uroj të mbledhim mendjen. Ky është urimi im i madh për këtë vit. Mbledhshim mendjen. Faleminderit edhe një herë. Regjistrohet te kryetare televizion Rudina Xhunga në 2 kanale të cilat kanë një mision. Duhet ta pranoj. Ky është misioni ynë. Të tregojmë më të mirën e këtij vendi, të tregojmë njerëzit dhe vlerat e këtij vendi, t'i tregojmë, t'i çmojmë, t'i nderojmë, edhe të bëhemi pastaj zë i atyre që do bëhen jehona jon për të kuptuar që ka ardhur koha të respektojmë njeriun që vlen. Faleminderit.